Përshëndetje miq të shëndetit. Në këtë episod të podcastit do të flasim për një temë të ndjeshme, por që ka shumë rëndësi, për traumat e fëmijërisë. Si ndikojnë ata në vazhdimsinë e jetës sonë, në vendimet që ne marrim në të ardhmen, cilat si manifestohen ato dhe a shërohen. Për të diskutuar në thellësi në lidhje me këtë temë, kemi të ftuar psikologën Delina Malaj. Përshëndetje. Kënaqësi që ju kemi në podcast. A mund na shpjegoni se çfarë janë traumat e fëmijërisë? Traumë konsiderohet çdo lloj përvoje e cila shfaq vështirësi psikologjike dhe emocionale për të përballuar, kuptuar dhe përpunuar tek fëmijët. Traumat janë të kategorive të ndryshme dhe mënyra se si një fëmijë e percepton vështirësinë apo përvojën dhe mënyra se si e përpunon ndër vite na bën ne ta kategorizojmë nëse kemi të bëjmë me një lloj traume ose jo. Sepse eksperiencat e ndryshme kanë efekt të ndryshëm tek ne dhe mënyra se si përballojmë na diferencon nga njëri tjetri. Por në thelb trauma ngelet vështirësia emocionale dhe psikologjike për të kuptuar, përballuar dhe për të përpunuar këtë lloj provoje me këtë intensitet kaq të lartë emocional. Si mund ta dallojmë ne tek një fëmijë ose tek një rritur që ka përjetuar një traumë? Trauma përgjithsisht nuk është se manifestohet menjëherë pas ngjarjes. Kemi të bëjmë me rasti që ndoshta na është dashur shumë vite, ka qenë në heshtje dhe i fjetur dhe pas ca vitesh kur i ekspozuar me disa provoja që rritet kërkesa emocionale, kërkesa sociale dhe presioni i shtohet, aty manifestohet trauma ose ndoshta edhe pak kohë pas ngjarjes. Trauma përgjithsisht ka projekcion si jashtëmi, do të thotë manifestohet në sjellje të caktuara, ndoshta problematike që mund të konsiderohen tek fëmijët apo tek adoleshentët, në sjellje deviante, sjellje vetëdëmtuese, viktimë me përdorimit të substancave të ndryshme ose së brendshmi, e projektuar së brendshmi nëpërmjet simptomave të ankthit, depresionit, të çrregullimeve caktuara emocionale, vështirësinë në menaxhimin të emocioneve, të zgjidhjeve të konflikteve në mënyrë të vazhdueshme gjatë eksperiencës jetësore. Simptomatologjia është e ndryshme në kohë dhe te individ të ndryshëm në varësi dhe të tipareve ndoshta të personalitetit dhe faktorëve të ndryshëm ambiental, social apo dhe familjar që mund të ndikojnë në mënyrën e manifestimit të traumës. Pra gjithmonë duhet ndihmë e specializuar për ta kuptuar që dikush përjeton traumë, apo ka sjellje të cilat mund t'i kuptojë edhe dikush, për shembull një familjar, një i afërm? Nëse i referohemi për shembull fëmijëve, ta bëjmë pak më konkrete. Tek fëmijët mund të kemi hasur dhe të dëgjuar që nëse një fëmijë është në shkollë, le të themi tek mësuesit dhe shfaq sjellje problematike, agresive ndaj nxënësve të tjerë, ka tendencën për të bërë më shumë zhurmë, për të krijuar konflikte. Në persona të caktuar kjo mund të konsiderohet si një sjellje problemi dhe përgjigjja mund të jetë një lloj ndëshkimi nga ana e mësuesit. Por nëse hulumtojmë pak më thellë në këtë gjë, mund të kemi të bëjmë me një traumë kronike të vazhdueshme ndoshta në familje, të papërpunuar tek individi dhe që këtë projektojnë si jashtëm në këtë sjellje të caktuara. Ose në të kundërt nëse referohemi tipologjive të tjerëve të fëmijëve, mund të kemi të bëjmë me fëmijë që janë më të tërhequr, më të izoluar, që janë më pak social, që ndoshta frikrat e tyre janë më të dukshme dhe frikra jo konkrete mbi traumën dhe problematikën që mund t'i ketë ndodhur, por e projekton të në një situatë paralele ndoshta të ngjashme. Supozojmë kam frikë nga kur një mësues i bërtet apo i vendos kufi, ndoshta edhe neutral, fëmia reagon në mënyrë më të egzageruar, le të themi, se një sjellje që mund të konsiderohet e shëndetshme, qoftë duke bërë një sjellje kundërshtuese, refuzuese, agresive ose duke u tërhequr dhe duke e përjetuar më thellë këtë reagim nga mësuesi që mund të konsiderohet si kufi normal, supozojmë. Kështu manifestimi është në forma të ndryshme dhe ndoshta ne injorojmë këto indikatorët dhe këto ulërimat, le të themi, të traumës duke i konsideruar si një sjellje të mira ose jo të mira ose të gabuara, pa i kushtuar më tepër rëndësi se ndoshta do duhet i kushtonin. Pra në këtë rast që ju përmendët, ne duhet të thellohemi pak, të analizojmë sjelljen e fëmijës për të kuptuar më mirë se çfarë po ndodh brenda tij. Për të kuptuar dhe për të përjashtuar një traumë të mundshme, se jo të gjitha rastet kemi të bëjmë me trauma. Por për të përjashtuar se trauma është një gjë që kërkon pak më shumë kohë për të trajtuar. Nëse nuk kemi të bëjmë me një situatë momentale në jetë ose një dinamikë familjare ndoshta momentale dhe jo të konsistente. Por do na duhet të ulëmtojmë gjithmonë për të kuptuar se pas çdo lloji sjellje shihet diçka që do na duhet ta kuptojmë nëse do duam të ndërtojmë marrëdhënie të shëndetshme dhe për të krijuar një qasje më të shëndetshme tek secili prej fëmijëve ose adoleshentëve. Po si ndikojnë këta trauma tek fëmijët ose tek adoleshentët, të cilët kanë edhe moshën e tyre më delikate në atë periudhë, si ndikojnë?
traumat? Aspektet të cilat afektojnë më shumëti janë normalisht marrëdhënia që krijon me veten dhe marrëdhënia që krijon me botën aty jashtë, le të themi. Në marrëdhënien që krijon me veten është mënyra se si e percepton veten, sepse trauma në një farë forme ndikon edhe në mënyrën se si ne shikojmë botën dhe se si shikojmë veten. Për sa i përket vetes është mënyra se si ne e vlerësojmë veten, vlerësimi që kemi, mënyra se si ne ndërtojmë të marrëdhënien me veten tonë për të projektuar pastaj këtë lloj marrëdhënie edhe tek bota aty jashtë. Përgjithsisht personat që vuajnë nga një traumë e caktuar shfaqin probleme me vetvlerësimin dhe normalisht kjo lidhet edhe me raportet që krijon me tjerët. Një vetvlerësim i ulët bën vështirë dhe komplikon marrëdhënien. Ndoshta kufijtë që vendosin me tjerët janë pak delikate, jo të shëndetshëm dhe jo të lehtësisht të menaxhueshëm. Ndoshta japim më shumë në marrëdhënie ose ndoshta në të kundërt tolerojmë pak më shumë dhe hera herës mund të bijmë pre dhe viktimave të dhunës në marrëdhënie ose në ambiente të tjera ose në raporte të tjera. Pastaj përveç marrëdhënieve që krijojmë me veten, kemi marrëdhënie me botën në sensin në sjelljet agresive që mund të krijojmë, përgjithsisht traumat apo problematikat emocionale që adoleshentët kanë, i projektojnë si jashtëmi duke vendosur marrëdhënie të shëndetshme me të tjerët. Sjellje agresive të janë viktima të situatave që kanë një problematik lartë ose përgjegjësi të lartë penale, le të themi, në krime të ndryshme që mund të jenë hasur, mund të kemi hasur adoleshentë që janë protagonistë të krimeve. Mund të kemi viktima të përdorimit të substancave që janë adoleshentë që kanë prirje për të përdorur më tepër substanca, ose problematika të ndryshme që nuk janë në kuadrin e një lloj linje të shëndetshme të jetës, ose në rastin tjetër kemi të bëjmë me diagnoza caktuara klinike ku shfaqen simptomat e para të ankthit, simptomat e depresionit, simptomat e çrregullimit të stresit posttraumatik, ndoshta për të kaluar pastaj edhe te ca faktor, te ca diagnoza më të rënda që kemi të bëjmë me çrregullim të personalitetit apo ndoshta edhe më tej në rritje që theksohen me rritjen. Theksohen këto simptoma, theksohen më shumë kur individët rritet kërkesa sociale, emocionale dhe psikologjike aty jashtë, sepse me rritjen del pak nga zona e komfortit, nga ajo familja që në rastin më të mirë është shëndetshme dhe kur presioni rritet vjen re edhe këto simptoma. Mund të kemi edhe raste për shembull që trauma dhe simptomat e traumës nuk vjen re as në adoleshencë, por ndoshta në një fazë më të rritur adulte, kur kemi të bëjmë me një humbje të punës, kur kemi të bëjmë me çështje martese, çështje divorci, që aty ndoshta vjen më në pa këto tiparet e traumës që kanë qenë në heshtje dhe të fjetura për një kohë shumë gjatë. Dua të ndalem pak këtu tek të rriturit, si ndikojnë traumat tek ta, për shembull në vendime të rëndësishme që ata marrin në jetë, në punë, në marrëdhënie që kanë me kolegët, si ndikojnë traumat? Për ndërtimin e këtyre marrëdhënieve, por edhe në pak të ndara, për sa i përket aspektit të punës, mund të vijnë deri disa tipare që ndoshta vështirësi për të përballur me autoritetin, domethënë kjo marrëdhënie që krijon me drejtuesit apo me personat që janë më të rritur në status, le të themi me ta, kemi vështirësinë e vendosjes së kësaj marrëdhënie reciproke të shëndetshme, ndoshta mbi ngarkesa që merr në punë të zgjatur e mbi ngarkuar, ndoshta kemi të bëjmë me disa elementë të fshehur aty që të bëjnë të marrësh përgjegjësi më tepër se ç'duhet të marrësh. Ndoshta ideja për të qenë perfeksionist, për të qenë më i mirë në punë dhe kur ti nuk merr atë vlerësimin maksimal nga e prori, fillon e përjeton këtë ndjesinë që nuk je perfekt aq sa do doje të ishe. Për sa i përket marrëdhënieve ndërpersonale, tipare që vijnë re janë ndoshta je më tepër dhënës sa marrës, do thotë ti investon në një marrëdhënie pa pritur mbrapsht. Dhe në momentin që nuk merr, nuk është më problem për ty, sepse ndoshta kemi pas të bëjmë me prindër neglizhent që ndoshta nuk kanë dhënë ai se ke dashur dhe ti je mësuar që gjithkohës të investosh në një marrëdhënie pa pritur reciprocitet. Ndoshta kemi të bëjmë me marrëdhënie të cilat supozojmë një rast një femër ose një mashkull në një marrëdhënie që nuk merr një përgjigje në momentin e duhur nga partneri respektiv, mund ta përjetojë si shumë anksios, shumë problematik, sepse këtu vjen re ndoshta tipare të një të emocioneve disponueshëm në momentin që fëmia e ka dashur, në atë moment që kjo manifestohet edhe në marrëdhëniet ndërpersonale që krijon me partner gjatë jetës, le të themi. Janë element ndoshta të vogla nëse i shohim në përditshmëri, por që nëse hym pak më thellë ato bëhen problematike dhe më tepër problem bëhen kur këto modele të funksionuari bëhen në mënyrë të përsëritur. Dhe kur bëhen në mënyrë të përsëritet modele, përsëritet ndjesia e frikës, përsëritet në mënyrë të vazhdueshme humbja e kënaqësisë në jetë dhe kur këto vazhdojnë për një kohë të caktuar, duhet ndalemi të shohim a ka një problem aktual apo problemi është ndoshta më i hershëm dhe është i patrajtuar, i mbartur. Po, në praktikën tuaj të përditshme, cilat janë disa nga efektet psikologjike që shkaktojnë traumat tek personat që e kanë përjetuar?
Si fillim, në momentin që vjen dikush në terapi, normalisht ne marrim simptomatologjinë dhe arsyejmë pse vjen në terapi. Dhe problemi që përgjithsisht ata sjellin është thjesht maja e icebergut dhe problemet ndoshta janë më të thella. Por nëse nisim në simptomatologji që në rasti që unë kam hulumtuar dhe kam kuptuar që kemi pas të bëjmë me një traumë, vjen përgjithsisht probleme me marrëdhëniet dhe ndërtimin e marrëdhënieve me botën. Aty jashtë kur them botën ne referojmë qoftë marrëdhënie personale me persona të tjerë, që marrëdhënie me punën, marrëdhënie sociale që krijojmë me të tjerët, ose marrëdhënie me aktivitetet dhe mënyrën se si ti e jeton jetën aty jashtë. Shumicën e rasteve personat thjesht mbijetojnë dhe kanë humbur sensin e të jetuarit. Problemet që hasin në marrëdhënie, problemet që hasin në krimin e raporteve me të tjerë, le të themi, personat që ndryshojnë vazhdimisht punën ose nuk janë komod në një punë, stabilitet, mungesa e stabilitetit, janë disa tipare që vjen re, mungesa të marrëdhënieve të dëmtuara familjare dhe kemi ndjesi jo të mira, jo të këndshme për familjarët ose për njerëzit që i rrethojnë. Janë disa tipare, gjitha këto tipare ose simptoma le të themi që evidentojnë te një person, na bën të ulëmtojmë dhe të kuptojmë që ndoshta shumicën e rasteve shumica e gjërave janë hershmëri, sepse siç të gjithë e thonë dhe psikologë shumë të njohur që modelet tiparet tona ndërtohen në mënyrat jonë se si ne funksionojmë ndërtohet në vitet e para të jetës. Dhe Gabor Mate është ai psikologu që e thotë trauma jeton në trupin ton dhe është aty e fjetur derisa ngacmohet si jashtëmi dhe ajo aktivizohet. Edhe në vitet e fakultetit një nga pedagogët e mi shpesh e thoshte që kur bënim ato eksperimentet, mini eksperimentet në auditore, ku e ndjen, vendos dorën ku e ndjen, që trauma jeton në trupin tonë dhe trupi fiziologjikisht reagon ndaj traumës, le të themi. Dhe trauma mund ne të përgjigjeshim dikush në stomak, dikush në kokë, dikush në krah, dhe nëse hulumtojmë pak më thellë gjatë kohës do na marr pak shumë kohë për ta kuptuar realisht ku është pozicionuar trauma, do të vëmë re që çdo gjë është e lidhur dhe është në sinkron. Nuk se ka element të panevojshëm apo të mosdoshëm në trajtimin e një problematike të caktuar. Qartë, shumë bukur kjo. Ne duhet ndoshta të punojmë edhe vetë me veten përveç se të kërkojmë ndihmën e nevojshme në lidhje me traumat. Puna me veten është gjithmonë e rëndësishme dhe pa ndalshme në asnjë moment të jetës, por në momenti kur bëhet e vështirë dhe nëse kemi të bëjmë me problematika të tilla, bëhet e vështirë për ta trajtuar vetëm. Edhe ne si profesionistë na duhet pak kohë për të krijuar të ndjesinë e sigurisë tek personi që kemi përballë, të reatis, të kuptojmë emocionet që përjeton dhe të mënyrën se si e ka perceptuar këtë situatë, të ndjek këtë zonën e komfortit, se nuk është e lehtë që të vi dikush dhe të flas mbi traumën që ka shumë peshë dhe është një barrë që e mban mbi supe dhe është shumë e vështirë për t'u hapur dhe për ta folur me dikë. Dhe kjo është pjesa më e vështirë e krijimit të terrenit për të ndërtuar këtë ambientin, për të komunikuar, për të kuptuar edhe vetë, se ndoshta shumë prej individëve nuk janë koshient që mbartin një traumë. Dhe të kuptosh emocionet dhe ndjesinë që të jep kjo lloj situate është ndoshta pjesa më e vështirë, pastaj të deportojmë për të rimodeluar, rimodifikuar dhe ripërjetuar edhe një herë traumën në momentin që ajo ka ndodhur. Po faktorët familjar, social, kulturor si ndikojnë në përballimin e traumës, por edhe tek përjetimin fund të fundit? Janë të tre komponentë shumë të rëndësishëm, por normalisht faktori familjar është ai që është shumë më tepër rëndësi. Qasja e prindërve, le të themi, bën ndoshta diferencën si në momentin që përjetohet trauma, që ndodh kjo situata ose përvoja, le të themi, dhe më vonë kur ai konsideroj një traumë dhe në procesin e superimit të traumës, le të themi. Nëse kemi të bëjmë për shembull të marrim një rast një fëmije që ka përjeton një ngjarje të caktuar, shkon në shtëpi e komunikon te prindrit dhe prindrit kanë tendencën që të japin ndëshkim mbi situatën dhe nuk krijojnë tek fëmia këtë ndjenjën e sigurisë, e të përqafimit dhe të suportit. Normalisht kjo e bën më të vështirë mënyrën e perceptimit në momentin që ndodh dhe mënyrën e trajtimit kur kërkohet të trajtohet. Shumica nuk duhet i kategorizoj mirë apo keq, por se nuk ka prindër perfekt, por tendenca për të ndëshkuar dhe për të mos kuptuar e përkeqëson më tepër situatën. Nëse kemi të bëjmë me faktor kulturor, ne si kulturë kemi këtë tendencën për të kategorizuar një njerëzit që shkos se ti je vajzë dhe vajzat për të shfaqur një problematikë caktuar do të mendojnë dyre se ndjente fajtore për shkak të kulturës që neve kemi për një ngjarje të caktuar që ndoshta ka të bëjë me moralin ose edhe jo me moralin diçka më tej.
Dhe tendenca për të thënë që është turp apo është problem, është faj, rrit këtë ngarkesën emocionale dhe bën pak më të vështirë që ta shpreh provojën e keqe që ka përjetuar ose ta përpunoj traumën në momentin që ne do duam të ndërhyjmë. Përsa është një ngarkesë shtesë për është një faktor që ndikon negativisht qoftë në perceptim apo të kalimin e kësaj përvojës së keqe, qoftë në trajtim kur vjen momenti për ta trajtuar. Nëse flasim në kontekstin social, përgjithsisht individët kanë këtë frikën e stigmatizimit që nëse ne shfaqim një problematikë të caktuar emocionale apo psikologjike, do kemi të stigmën dhe të paragjykojmë dhe këto janë faktorët që e përkeqëson superimin dhe trajtimin apo ndërhyrjen që na duhet të bëjmë në momente të caktuara. Mbështetja e hershme e prindërve, përmendet pak, po mund dalim pak më gjerë, sa e rëndësishme është në reduktimin e efekteve që mund të kenë traumat e fëmijërisë. Dinamikat familjare dhe qasja prindërore apo familjare është shumë e rëndësishme në kalimin e këtyre provojave negative, le të themi që më pas ato mund të konsiderojnë dhe të shndrojnë në trauma. Nëse kemi të bëjmë me prindër neglizhues që për shkak të arsyeve të caktuara nuk janë aty për fëmijët e tyre dhe kur them nuk janë aty, nuk janë fizikisht, emocionalisht dhe psikologjikisht, sepse mund të jenë vetëm fizikisht, por janë gjithkohës duke u marrë me punë të tjera, por nuk janë të fokusuar tek fëmia. Nëse fëmia vjen edhe referon një problematikë të caktuar dhe siç e përmendëm pak më përpara, reagimi i tyre është ndoshkues, është gabim, çfarë është kjo sjellje, ti nuk do ta bësh këtë gjë, fillojnë edhe bëjnë këto ndëshkimet, normalisht që fëmia stepet dhe tendenca e tyre është mos tregojmë më herës tjetër, por të shfaq këtë ngarkesën emocionale që ka përjetuar nga refuzimi që ka marrë në një moment të caktuar, fillon edhe shikon tek ndoshta shoqëria për të folur pak më shumë, ndoshta dhe pastaj bie prej atyre situatave që ne përmendëm pak më përpara, jo të mira apo sjelljeve deviante që janë problematike. Ose në rastin tjetër fillon edhe shfaq frikra të caktuara që manifestohen në ndjesi izolimi, ndjesi faj, ndoshta dhe ndjesi të humbjes së kësaj dashurisë apo suporti që nga natyra suporti më i madh gjendet në familje dhe për të prindrit. Kur ti has në prindër që të kanë sjellë në jetë nuk ke suportin në mënyrën e shëndetshme, le të themi, kush është aty jashtë do të doj ty më shumë se mund të kenë dashur prindrit. Po sa e vështirë bëhet kur familja është suporti më i madh, por është edhe burimi i traumës së fëmijërisë. Ndonjëherë personat tanë më të dashur tash na lëndojnë më shumë, edhe pa kuptuar ndonjëherë. Padyshim që kur kemi të bëjmë një lloj traume apo një nga elementet e traumës është dhuna që përjetohet në familje, qoftë verbale, qoftë edhe fizike. Dhe kur fëmia është viktim ose gjendet në një situatë të tillë dhune apo traume që bëhet në mënyrë kronike dhe në mënyrë të vazhdueshme, bëhet ndoshta akoma shumë e vështirë për të përmirësuar apo për të trajtuar më vonë. Nuk është e pamundur me punë ndërhyrje terapeutike dhe komunikim me familjen mund të superohen disa gjëra dhe të përmirësohen, por në momentin që kemi të bëjmë një terren kaq vështirë familjar, bëhet akoma më vështirë superimi dhe ndoshta ndërtimi i këtij personalitetit të shëndetshëm me kalimin e viteve, sepse elementet e traumës janë normalisht në këtë aspekt, por mund të kemi të bëjmë dhe me eksperienca ndoshta të jashtme jashtë familjes, aksidente të caktuara, humbje familjare që jo domosdoshmërisht janë pjesë e dinamikave familjare. Por në momentin që kemi të bëjmë me të tilla situata, na ikën ky elementi shumë i rëndësishëm që na duhet për trajtim që është suporti familjar. Dhe ngërësia familjare dhe puna bëhet ndoshta pak më e vështirë me kalimin e kohës, sepse nëse kemi të bëjmë një traumë që nga një aksident supozojmë ose një humbje të jashtme që nuk ka të bëjë me familjen, ne përdorim thonjza familjen për të krijuar këtë ndërhyrjen më të shëndetshme dhe na ndihmon. Por nëse kemi të bëjmë me një familje që është prodhon dhunë, bëhet pak më e vështirë edhe për fëmijën që të ketë suportin e familjes që është shumë i rëndësishëm në trajtim dhe në deri kur vjen momenti që bëhet i pavarur, ndoshta është theksuar trauma për ta është bërë ka hedhur rrënjë, le të themi, sepse në mënyrë të vazhdueshme konsiderohen ato traumat kronike. Në mënyrë të vazhdueshme kalon nga një stad nga një nivel në nivel tjetër. Dhe kur ti fillon aty jashtë që has ndoshta vështirësi për të ndërtuar marrëdhënie, sepse ti je mësuar që marrëdhëniet janë të vështira në familje, je mësuar që nuk ka dashuri pa kushte, nuk ka reciprocitet dhe kur ndërton marrëdhënie aty jashtë, të tilla marrëdhënie kërkon dhe ndoshta bëhesh viktim edhe një marrëdhënie romantike që ka në bazë dhunën dhe ti e toleron sepse je mësuar që dhuna është një gjë e zakonshme dhe po bëhet një normë për ty. Dhe këto janë ato probleme që
ti nga modeli i familjes që ke marrë fillon edhe i përsërit edhe në botën aty jashtë. Dhe kur kemi të bëjmë, ndoshta individët në shumicën e rasteve nuk janë koshient që janë viktima ose janë produkt, janë produkt i dhunës, nuk janë, sepse janë mësuar me atë lloj terreni, nuk janë të vetëdijshëm. Dhe kur fillojnë që ndoshta shikon që fatmirësisht mund ndërtosh një marrëdhënie të shëndetshme, fillon edhe largohej sepse thuaj që kjo nuk e njoh këtë gjë dhe fillon krijon frikra dhe distancohesh nga kjo gjëja dhe krijon këto tipa të shmangës nga afërsia, nga përgjegjësia, nga dashuria, kanë këtë qasjen shmangëse dhe kanë vështirë për ndërtuar marrëdhënie të shëndetshme me të tjerët. Edhe pse ndoshta nga jashtë mund ta marrin këtë si përgjigje, por ata nuk janë mësuar me këtë lloj terreni dhe këtë lloj qasje ndaj tyre. Që është problematik që duhet trajtuar. Prapë është një lloj problemi që normalisht është problematike se ta shmangin marrëdhëniet, shmangin afërsinë, shmangin përgjegjësinë, që janë element shumë të rëndësishëm në ndërtimin e jetës, qoftë në hershmëri, qoftë edhe në stadiet në vazhdim, do të duhet ndërtosh marrëdhënie familjare, ndoshta për të krijuar pak më shumë ardhin e fëmijëve në jetë dhe të gjitha proceset e jetës që na duhet që në jetë shëndetshme do na duhet t'i kalojmë të gjithë. Në qartë. Tani të ndalim pak tek qasjet profesionale, si mund të trajtohet trauma, cilat janë disa nga qasjet psikoterapi. Nëse do të ndani me kategoritë e fëmijët, përgjithsisht është ne përdorim terapinë e artit dhe të lojës, sepse bëhet pak më thjesht terapia e artit dhe lojës, është nëpërmjet vizatimit, terapia nëpërmjet lojës së kafshëve, përdorim vizatimin për të projektuar, sepse fëmia bëhet pak e vështirë për të artikuluar emocionet e veta dhe për të shprehur në mënyrën që ne do donim të kuptonim. Dhe nëpërmjet vizatimit ne kuptojmë analizës që dinamika familjare, kuptojmë ngarkesë emocionale ose jo, kuptojmë mënyrën se si fëmia ai shfaq dhimbjen ose ngarkesën emocionale. Nëpërmjet terapisë së artit të lojës ne kuptojmë, mund të ndërtojmë marrim disa kafshë, i vendosim të gjithë kafshët aty, pyesin fëmijën me kë kafshë identifikohesh ti, me kë kafshë identifikon babain, domethënë disa element ndërhyrës, si është marrëdhënia dhe ndërhyrim e kësaj kafshës me këtë tjetrën, e luanit me tigrin, le të themi, çfarë i pëlqen luanit te tigri dhe çfarë trëm nga kjo gjë për të kuptuar pak më shumë dinamikën, sepse siç e thash, fëmia bëhet pak më e vështirë për të kuptuar. Nëse kalojmë te adoleshentët, ndoshta terapia kognitiv-behaviorale është një lloj qasje terapeutike që na ndihmon për të kuptuar problemin dhe për të bërë ndërhyrjen e duhur për të ndërhyrë në këto modele të krijuara nga hershmëria dhe për të krijuar një model të ri funksionimi. E moderoja është një lloj terapie tjetër që ne përdorim në ndërhyrjen e traumës së hershme. Dhe normalisht personalisht zgjedh herës që të krijoj këtë qasjen e integruar të terapisë në qendër personit që kam përballë, sepse do na duhet jemi herës shumë empatik për të kuptuar dhe për të mos preferoj të mos jem shumë e fokusuar vetëm në një qasje terapeutike, për të përdorur elemente të ndryshëm për të kombinuar, për të deportuar dhe për të krijuar pastaj një model të ri që individi të rifutet edhe një herë në këtë jetën me konceptet e reja dhe me modelet e reja të funksionuarit. Po tek të rriturit është çik më vështirë? Tek të rriturit fare, unë personalisht e gjej veten më mirë në punë me të rriturit, sepse bëhet e vështirë në momentin që kemi rezistencë dhe nuk ndodh pak herë. Rezistenca është frika nga të përballurit me veten për të identifikuar problemet dhe frika për ndryshim, sepse shumica janë rehat në atë zonë e komfortit dhe për të ndryshuar është një vendim shumë i rëndësishëm dhe për të ndryshuar do duhet të kuptojmë një herë, por për të kuptuar do duhet që të jemi të hapur dhe për të qenë të hapur do na duhet që të mësojmë se të jemi të hapur, sepse shumica vendosin barrierë dhe na bëjnë pak të vështirë deportimin. Por me bashkëpunim të dyanshëm kemi raste plot suksesi. Siç kemi raste jo të suksesshme, ne duhet ta pranojmë këtë gjë, sepse kemi hasur rezistencë nga persona caktor, por prapë kjo është indikator që na bën të kuptojmë që ngarkesa është aq e madhe dhe kompleksi është kaq i madh sa ti edhe ai person që ke zgjedhur për të folur, që është psikologu, nuk ndjesh akoma i lirshëm dhe kompleksi është kaq i madh. Ne në të tilla raste kur ngecim, provojmë në mënyra të ndryshme për të deportuar, por kur hasim vështirësinë për të realizuar apo të pasur progres, le të themi, referojmë te kolegët tanë për të pasur ndoshta më tepër sukses personin dhe individin që është në qendrën të punës tonë. E kuptoj. Në fakt unë doja t'ju pyesja se çfarë këshillash mund t'i jepni prindërve, të cilët se si ata të ndihmojnë fëmijët e tyre për të superuar këto traumat e fëmijërisë. Ajo që dua të them është nuk ka prindër perfekt, se nuk ka njerëz perfekt dhe nuk do doja që të synoj perfeksioni.
do këshilloja që të jenë të vëmendshëm ndaj çdo lloji sjellje ose jo sjellje, se mund të kemi edhe mungesë sjellje që fëmia shfaq apo që fëmia sjell. Dhe të ofrojmë këtë qasjen suportive, dhe kur them suportive nuk do doja të kesh kuptohet kjo që të japim fëmijës çdo gjë kur ai e kërkon, por të ulemi dhe të kuptojmë pak më shumë me fëmijën. Të kuptojmë çfarë është duke ndjerë dhe çfarë ka bërë të ndjejë këtë gjë dhe çfarë ka bërë ta sjell këtë si veprim. Ose kur tërhiqet çfarë ka shkaktuar këtë lloj tërheqje, sepse izolimi dhe tërheqja, siç edhe e kundëra ekspresiviteti dhe agresiviteti apo sfidimi janë komponentë që nuk duhet të neglizhohen. Dhe në momentin që afrohesh për të kuptuar punën tënde si prind, e ke kaluar në mënyrë të suksesshme deri në këtë pikë, kur bëhet e vështirë për të deportuar pak më shumë dhe fëmia bën rezistencë, sepse jo pak prindër hasin rezistencë për të kuptuar dhe drejtohen tek ne që të mund të deportojmë. Në të tilla kushte kur ti has vështirësi, sugjeroj të kërkosh një ndihmë pak më tej që ndërhyrja të bëhet më profesionale dhe më e thjeshtë, sepse është kjo që fëmia dhe prindi është një marrëdhënie delikate dhe nuk është shumë e thjeshtë për të bërë profesionistin dhe nuk kërkohet të bëhet profesionistin. Në moment që kërkon një ndihmë tjetër, orientohu, domethënë referoje diku. Dhe të referuarit është një shpëtim për fëmijën dhe për marrëdhënien tuaj. Sepse nëse ne do ta lëmë në heshtje, nëse prindi do lënë në heshtje këtë që do kaloj me kohën, sepse kështu kemi bërë ne dhe ne kemi ashtu kam bërë sepse ashtu ka qenë kushtet dhe kush thotë që ka qenë më mirë ashtu. Sepse jo pak adult sot kemi me probleme pikërisht sepse ka qenë një qasje jo shëndetshme ndoshta në hershmëri. Kur ka vështirësi kërkon ndihmë dhe ndihma sot është mund ta gjejmë sa lehtësisht edhe me vështirësi, por që mund ta kërkojmë dhe mund ta gjejmë te dikush që ne i besojmë për mënyrën e ndërhyrjes dhe mënyrën se si e trajtojnë gjithë dinamikën familjare. Në qartë. Po në rastet tek të rriturit kur kjo trauma flet, siç e thatë ju, dhe nuk shfaqet, si mundet dikush që ta kuptoj i rritur se ka probleme me traumat, ka përjetuar traumat fëmijërisë, por në vetdijen e tij nuk e kupton? Përgjithsisht të rriturit janë ne me rritjen krijojmë ca modele, që modelet i kanë rrënjët, siç ne përmendëm në hershmëri. Dhe kur ky modeli bëhet i përsëritur në mënyrë të vazhdueshme dhe ti po e kupton që po ndodh një situatë po ndodh disa herë. Për shembull, një marrëdhënie po përsëritet. Tipologjia e marrëdhënies romantike po flasim, individi po krijon një marrëdhënie me partnerë të ndryshëm po njësoj. Çdo të thotë një model po përsëritet edhe me persona të ndryshëm. Aty ka diçka që nuk po ecën siç duhet, sepse nuk është e pamundur që të gjithë jenë njësoj aty jashtë. Por ajo që vetë njësoj është qasja jote ndaj kësaj situate. Dhe do duhet që të hulumtojmë pak më thellë. Sjellje të përsëritura. Nëse kemi vështirësi për të ndërtuar marrëdhënie në këtë aspekt, por edhe marrëdhënie sociale, që ti gjithmonë ta kanë fajin të tjerët, gjithmonë të tjerët të bëjnë keq ty, gjithmonë të tjerët nuk të kuptojnë dhe gjithmonë të tjerët të vendosin kufi, ndoshta ka diçka aty që jo gjithmonë të tjerët është problemi, ndoshta problemi jot, ndoshta për ti nuk je duke vendosur kufit e dur me njerëz dhe po pranon çdo lloj gjë nga të tjerët aty jashtë, që të dëmtojnë ty pa i vendosur kufi dhe ndoshta ke probleme me kufit. Nëse kemi të bëjmë me persona që ndryshojnë punë në mënyrë të vazhdueshme dhe janë mungesa e konsistencës, jo çdo punë, patjetër që kemi të bëjmë me punë që nuk janë të mira për ne. Por ndoshta ti ke problem në të zgjedhurit punën që ti do dhe nëse e ke kuptuar çfarë do, ke vështirësi për ta mbajtur, sepse shumica e njerëzve ndoshta e dinë çfarë duan, por kanë vështirësi për ta mbajtur dhe vështirësia për ta mbajtur atë që duan, ndoshta është një indikator që kemi të bëjmë me diçka më thellë emocionale aty që nuk të lejon ta mbash, se ti nuk do ta mbash atë si gjë. Pra, simptomatologjia, le të themi, apo tipare të traumës vjen re në të gjitha faktorët e jetës. Qoftë nga ato emocionale, ndërpersonale, qoftë nga ato në marrëdhënie me punën, në marrëdhënie me shoqërinë aty jashtë, ka tipare që vijnë re. Pra shfaqen kudo, të jemi të vëmendshëm dhe të kërkojmë ndihmën e duhur. Unë kam përshtypjen që ne refuzojmë ta kuptojmë ne si të rritur. Jo se nuk e kuptojmë që ka. Ne refuzojmë ta kuptojmë herës që ka diçka që nuk shkon për arsye që ne i përmendëm pak më përpara, qoftë personale, qoftë sociale apo qoftë dhe kulturore. Refuzojmë që të pranojmë që kemi nevojë për përmirësim dhe ndoshta për ndërprerje të ciklit për të filluar një gjë të re. Qoftë nga frika e stigmatizimit, qoftë nga frika përballjes me veten, qoftë nga frika e ndryshimit dhe kjo rahatia e zonës e komfortit. Dhe pastaj kthehet një pastaj kjo kthehet bumerang që të kthehet e gjitha mbrapa se të dëmton normalisht në funksionim të përditshëm. Por ne gjithmonë duhet të kërkojmë ndihmë profesionale kur ta ndjejmë të nevojshme dhe hasim vështirësi në ndërtimin e marrëdhënieve, por
edhe në raport me veten tonë. Ne kemi dhe një rubrik mit apo fakt ku ju mund të përgjigjeni shkurt ose mund ta zgjeroni përgjigjen tuaj për gjithë ata që na ndjekin që të jenë më të qartë. Fëmijët harrojnë traumën e hershme. Nuk ndodh asnjëherë që trauma të harrohet, ndoshta me kalimin e viteve ajo është në gjendje të fjetur, por në momentin e parë që fëmia hasen me një kërkesë më të lartë ose ekspozohet në një ngjarje të ngjashme, trauma riaktivizohet dhe bëhet më evidente. Vetëm dhuna e madhe lë pasoja. Jo domosdoshmërisht, nëse kemi të bëjmë me ngjarje stresuese kronike në mënyrë të vazhdueshme, ndoshta kemi të bëjmë me një traumë. Trauma, siç ne përmendëm edhe pak më përpara, është mënyra se si ne perceptojmë traumën, mënyrën se si ne përpunojmë dhe se si e përballojmë këtë gjë. Dhe mund të jetë ngjarje shumë thjeshta që kemi vështirësi, fëmia ka vështirësi për t'i menaxhuar dhe kjo pastaj shndërrohet në traumë. Nëse fëmia duket i fortë, nuk është i traumatizuar. Jo domosdoshmërisht, ndoshta është një lloj mekanizmi që fëmia apo përdor apo i rrituri për të fshehur atë ndjenjen shumë të madhe që ka brenda, apo dhimbjen apo ngarkesën shumë të madhe emocionale. Ndoshta aty duhet të mëtojmë pak më thellë, sepse ne jemi qenie që jemi me emocione dhe të shprehjet e emocioneve na bën më të shëndetshëm. Trauma e fëmirisë nuk mund të shërohet. Mund të përpunohet, mund të ndërhyet dhe mund të përmirësohet mënyra se si e ke perceptuar traumën, mënyrën se si ti e ke shtruar dhe e ke ndërtuar jetën tënde dhe mund të ndërtojmë një qasje të re të mënyrës së të parë së situatës. Pra mund të përmirësojmë nëse bëhet ndërhyrja e duhur tek individ të caktuar. Vetëm psikologët mund të ndihmojnë fëmijët e traumatizuar. Unë e shoh kombinim. Ndihma është një bashkëpunim midis fëmijës, psikologut, familjes dhe çdo lloj antari shumë të afërt që ka të bëjë me fëmijën. Puna e vetme ne me fëmijën bëhet e vështirë nëse nuk kemi ndihmën e dorë familjare. Tani jemi në fund të bisedës dhe nëse keni dëshirë mund të jepni një mesazh për gjithë ata që na ndjekin. Faleminderit për këtë mundësi që ne folëm rreth këtyre problematikave që nuk janë të vogla për tu trajtuar, përkundrazi ndikojnë ka ndikim shumë të madh në jetën tonë. Ajo do të thotë është në momentin që hasen vështirësi të çfarëdo lloj kategorie, të kërkohet ndihmë për të përmirësuar edhe për të rikuperuar çdo lloj problematike emocionale dhe jo vetëm traumën. Dhe do të kërkoja më tepër mbështetjen e familjes për aq kohë sa kemi të bëjmë me fëmijë që janë shumë delikat dhe është faza më e rëndësishme qofte ndërhyrje, qofte suporti, qofte ndihmës që mund të jepet për të krijuar individ të shëndetshëm në të ardhmen, të cilët ata do të japin kontribut në këtë shoqërinë tonë. Dhe sa më të shëndetshëm të jemi, aq shoqëria më e shëndetshme dhe aq më mirë funksionojmë dhe ne si individ dhe arrijmë kemi tepër progres në të gjitha objektivat që neve vendosim që janë shumë personal. Shumë qartë. Faleminderit, ishte kënaqësi. Faleminderit. Faleminderit dhe ju miq që na ndoqët, bashkë do të shihemi në episodin e radhës. Deri atëherë, mirupafshim.